Miq të dashur të Prives, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar e para se të shkojmë në rubrikën tonë të përjashme. Privea gjithmonë është një hap para. E këtë radhë kemi ndërmarrë një hap tjetër. Bëhet fjalë për portalin prive.al, i cili do të lëshohet vetëm pas përfundimit të emisionit Prive, e është i vetmi portal në të cilin mund të gjeni lajmet më të reja dhe më të freskëta të showbizit shqiptar, të vërteta, të pavërteta dhe të gjitha ato të cilat ju nuk mund t'i thoni e i themi ne. Pra, mos harani, vetëm pas përfundimit të emisionit Prive, ju do të mund të kyçeni në portalin më të ri në vend, prive.al. E tani vazhdojmë me rubrikën tonë të përjashme, se çka ka të vërtet dhe të pavërtet për artistët tanë. Dhurata Ahmetaj në lidhje dashurie? Kjo është shumë e vërtet. Po mendojnë që mundën me na ik. Jo, veç vonim se pështim s'ka. Sipas burimeve të emisionit Prive, dhurata Ahmetaj është në lidhje dashurie me Argjend Haradinaj. Madje kjo nuk është diçka e re pasi ata janë bashkë këtaqe disa muaj. Veç le të bëhen ka dy, çajo me rëndësi. Çiftit të rinj ne po ju urojmë gjitha të mirat e shpresojmë që dhurata të ketë dalë nga kompania Elefant me kom të has në YouTube, ku janë të kolegëve të tij. Se çfarë po fshef aktori X, do e zbulojmë shumë shpejt. Ishte një hapje dinjitoze, unë mendoj që R&B Bullgarët huazojnë përsëri. Kësaj radhe nuk është e vërtet. Pirateria tashmë është bë më shumë se normale, si për shqiptarët ashtu edhe për bullgarët, por kësaj radhe kemi të bëjmë me marrëveshje. Këngën Pantera nga Sergio dhe Mandi, e cila u lansua në tetor të 2014-s, e kemi ndëgjuar edhe në gjuhën bullgare. Por kjo këngë del të mos jetë huazim. Këngëtarja Galena thjesht ka kërkuar nga Sergio që këngën Pantera ta këndojnë bashkë edhe në bullgarisht. Por brenda spotit të Galenës prap nuk është gjithçka origjinale, ka disa skena që po na bëjnë me dyshu. Duke u bazu në periudhën kohore të lansimit të dy projekteve, del se Galena, nëse nuk ka huazu, është inspiru sa do pak nga kënga Skandal e këngëtarës shqiptare Ina.